5 autocisterna dhe 12 zjarfikës në pak minuta ja dolën të ndalin turrin e flakëve të turbuara. Pronarët e lokalit dhe shtëpisë nuk deshën të flasin, dëshmitarët me vlerësime të veta. Fjartë e shpon të dënë që ata e tërmot ishte dhe njerës të të me zoar masë gjash për të ndalën, që është ta? U përhap bagjim rapa. Se dim, si a kallë, po të zjarfikësit erdhen pak me vënejes edhe këto mjetët i patën veç se thoi kërkonde, këtë prishte. Zjarin shumë shpejt e kemi futme në kontrol, faktikisht kemi lokalizuar zjarin dhe tash si që po e shimi edhe tërësisht është i likuiduar për një kohë shumë të shkurt. Duke ju falenderu dhënë maksimumit të gjithë pjesëtarët e njësisë territoriale kundër zjarit, se që nuk lam zjarin të përhapet edhe në për objekte tjera që janë përreth. Fillimisht e me ishte moment të rrimë ndalët dhe me njërë morëm aksin me të požarën, ndimët e kësajt zjarfikësve, më undimun, ashtë dhe tjetër. Te për të gjithuar janë më lau zjarfikësit. Nuk i dim. Ne në fqi këto apar, kur e pam fillum. Ne fillum dojshin të ndalim me asë zjarfikësit vogël, me asë që pekin zjarit nuk mundshim. I thirëm ato, kishin arë në kote e shpëtojshin kretë. Përgjigja e njësitit territorial kundër zjarit është si vijon. Nuk është e vërtet se jemi vonuar. Në ora 10:17 minuta kemi pranuar zjarin nga ana e dispeqerëve apo kujdestarëve që rrinë pranojnë zjaret. Në ora 10:35 apo 36 minuta kemi qenë në vend ngjarje. U duket ndoshta qytetarëve se makinat janë në defekt, mirë po si që pat zjarin, shumë shpejt e kemi futur në kontroll dhe kemi lokalizuar. Zjarri që ka ploj shtëpinë dhe një punishtë e dyërsh e dritarësh ka shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Të lënduar nuk ka, kurse nga policia e Tetovës thanë se ndonë se hetimet janë në zhvillime sipër dyshohet se shkaktar mund të jetë ndonjë defekt në rrjetin elektrik.